Nëse do ishe në Big Brother këtë vit dhe ke aty dy, po themi, kolegë për shkak të vendit ku punoni, Valbon, tre u bën. Dhe Gert, edhe Krista, po. Mbeti më parë. Me cilën do Me Gert. kisha marrëdhënie më të afërt? Me Gert. Njihesh më shumë me të? Po, njihem më shumë me Gertën. Gerta ka pothuajse shumë pak 2-3 vite ndoshta pas meje në terren, ka qenë gazetare politike, pastaj ka qenë në institucione si zëdhënëse dhe në institucione ku dhe unë kam bashkëpunuar, domethënë, i mbuloja, pastaj në RDSH. Valbona ka ardhur vonë dhe nuk e di si është e gjatë aty. Me Gertën. Si, mendoj që Gerta do ishte një lojtar, Gerta do kishte një fitore, ose jo një fitore, por domethënë, po do ishte më afër fitores nëse do e vinte pak më shumë në punë inteligjencën, po Gerta është shumë e ftohtë, dhe ashtu është, nuk e di a është e ftohtë apo është indiferente, apo nuk di ta them, po ashtu është, pra nuk shoh që ka ndonjë shtirje në këtë pjesë. Madje them ndonjëherë se do më pëlqente Gerta kaq shumë. Se të pëlqen, tani kur e shikon. Po, aty, domethënë në atë grup që është aty më pëlqen. Po Valbona? Jo, s'më pëlqen Valbona. Pse? Valbona s'më pëlqen, unë nuk i shoh gjatë ditës, shoh video dhe primet kur ka mundësi, po Valbona më lodh shumë. Më lodh si zë dhe edhe njerë them që, ose shpresoj që po luan, nuk është ashtu. E njehti jashtë, me keni pasur para shkollës, apo pak ka ndëndur? Aty në punë, një raport korrekt, nuk kam ndonjë. Domethënë jam këtë mendime kam nga ajo që është aty brenda, po nuk është se prisja më shumë, po prisja një çik më pak. Nuk prisja që të shkonte kaq gjatë. Ja.